Amo Bajramin e kemi prit, se edhe na bleshin dhe një tesh, 3. Më duk pak ma gëzum, ma dveshën, se tash ki tesha. S'po kemi ku milion. Këto ditë e fundit Ramazanit për juve? S'kom një numëri qik. Nuk kom një nu. Nuk keni nu? Nuk një nu, gruja po, qika, gjallja, mone. Qysh ka qenë për familjarta? Kam pas let? Pas u konë një shtirë si vjetë, se u konë moti pak bët frest. Edhe dita u konë ma shkurt si verës. Edhe është mirë, ajo që ka mundësi me linu është mirë, ma gjeru, është pëthoni ju. Po, jemi afër festës Bajramit. Kismet, ditën e premtë është, ha? Po. Me të 20 një bje. Po, jemi pregadit dishka. Jemi pregadit me kremtu. Sa kanë ndryshu prej viteve të kalume Bajrami? Kur im konë unë e fëmija? Po. Atër o konë qef, gëzim. E tash jo, nuk e ka të atjesin, të knasinë atë farë. Qysh e keni festu atëherë, qysh e festoni tash? Jo, se të na për shembull, mazi folit Bajrami, vinë në shtëpi, po shojnë pak hanë, nejtëm sila Bajramit. Edhe mas një qisore një orë fillojnë me shku të kushërit, me bo Bajram, shtu konë regull. Burrut ka shku veçant, gratë ka shku veçant, qikët veçant, edhe këta ma 3-5 jetë, është një qështu që për jëllon diska me shërbime të një. E atëre ka qenë shumë, kemi prijetu një knesi tash. Pse po menon që tash uzbe? Ka hupë një disponimja dhe mu taku, nuk është, s'po di që me të shpigu. Nuk është sikur për para, njerë vjetë kemi prit Bajramin, ose 2 Bajrama, 2 festa fetare i kemë pas. Nuk o vitiri edhe për në ndorë, 2 ato edhe për 1 maj. Ato, tash kështu i kemi krenë me pushim, amo Bajramin e kemi prit, se edhe na bleshin dhe një tesh, 3. Më duk pak ma gëzum, ma dveshën, se tash ki tesha. S'po kemi ku milion. Në të kohë po dhe ka një pare fëmijëve, tash ta mendon që e praktikojnë? I këshëre kundi, në të katunë dhe të në përras kanë dhonë, ama në katunë tonë jo. Adi nuk i kanë dhonë fëmijëve, i kanë dhonë, i kanë përmi gëzu, ka pak, po kajtë ka pak, ati ju kanë bo bolë. E tash është pak ma ndryshe, tash me i kanë falë pare, këta kur kanë ordejt e vetë ose dhe një sebeb. E muj, grej jemi, këmë thonë, fali sa du shmive, së është mirë mi gëzu. E qashtu. Faleminderit.